Një fëmijë 4 vjeçar ka humbur jetën pasi një familjar i tij dyshohet se ka goditur me vetur në oborrin e shtëpisë. Rasti ka ndodhur në fshatin Dardani të komunës së Ferizajt. Me datën 22/06/2025, rreth orës 18:45, jemi njoftuar nga stacioni policor në Viti se në ambulancën e fshatit Pozheran është dërguar një fëmijë rreth moshës 4 vjeç, i cili fatkeqësisht është konstatuar pa shenja jete nga mjeku kujdestar. Nga policia në Ferizaj thanë se rasti ndodhi aksidentalisht. Policia ka ndaluar për 48 orë personin e dyshuar, ndërsa rasti është cilësuar si shkaktim i rreziku të përgjithshëm. Hetimet mbi rrethanat e ngjarjes janë duke vazhduar nga autoritetet e drejtësisë. Shënjestër.net